Teleshikues të nderuar, me dokumentaren e radhës të serialit Gjurmëve të padrejësive ndaj shqiptarëve, jemi në Kumanov. Ndër personalitetet e regjistruar nga historiografia shqiptare, pa më dyshe, është edhe atletari, intelektuali dhe poligloti shqiptar nga Kumanova, Shaban Jashari, i njohur në popull si Shaban Efendia, i cili jetoi dhe veproi në shekullin e kaluar. Veprimtaria atletare e tij do të fillojë që në moshën e tij fare të re. Në kohën e mbretërisë serbe të viteve 1921-41, Shaban Efendia do të veçohet me aktivitetet për pengimin e shqiptarëve për të shpërngulur në Turqi. Menjëherë, pas kapitullimit të mbretërisë serbe në vitin 1941, e hasim në dokumentet arkivore si udhëheqës kryesor të lëvizjes për bashkimin e tokëve të pushtuara me Shqipërinë. Për këto synime, Shaban Efendia do të vizitojë disa qendra shqiptare, duke përfshirë edhe Tiranën. Në takimin që zhvilloi me kryeministrin shqiptar Atbot Shevqet Vllasi, nga ai do të kërkojë që tokët shqiptare të pushtuara nga bullgarët të bashkohen me Shqipërinë. Dokumentet e kohës konfirmojnë se Shaban Efendia gjatë luftës së dytë botërore ishte në balë të lëvizjes kombëtare, sidomos në trevat e Kumanovës, Shkupit dhe Preshevës. Ai do të bashkëpunojë ngushtë me atletarët e kësaj ande, Sul Hotlën, Mulla Hajdarin, Ali Stanecin e tjerë. Aktivitetet atletare do t'i vazhdoj edhe pas vitit 1945 me ardhjen e forcave komuniste. Kësaj, Shaban Efendia do t'u prij aktiviteteve për hapjen e shkollave në gjuhën shqipe në Kumanov, që ishte pika kryesore e organizatës nacional-demokratike shqiptare në DSH, e udhëhequr nga atletari dhe intelektuali Azem Morana. Mjerisht, të gjithë atletarët që i dolën në mbrojtje popullit të vet, edhe Shaban Efendia në vitin 1948 arrestohet nga Ozda si njëri nga udhëheqësit kryesor të qendresës shqiptare në Kumanov, Preshev dhe Shkup. Ne sot kemi ardhur në Kumanov për ta përkujtuar një figurë të madhe të nacionalizmit shqiptare, pra bëhet fjalë për Shaban Efendiun. Shaban Efendiu rrjedh për një familje atletare, e cila familje gjatë viteve 1878-1881, si çdo familje tjera të krahinave, të Nishit, të Toplicës, të Surdelicës, për shkak të dhunës dhe terrorit të atëhershëm serb-madh, u detyrua të lëshoj vatrat e tyre dhe u vendos Kumanov. Gjyshi i tij, Jashar Hoxha, ishte një intelektual i kohës, fëmijët e tij i shkolloi. Shaban Efendiu lindi në vitin 1900 në Kumanov, shkollën fillore kreu në vendlindje, me njerë pas saj kreu edhe rushdien. Me ndihmën e xhaxhait e tij, ai u regjistrua në medresën private që funksiononte në atë kohë në Kumanov, të cilën e kreu me sukses në vitin 1914. Gjatë luftës së parë botërore, ku siç dihet këta vise u pushtuan nga bullgarët, Shaban Efendiu, edhe pse ishte në moshën e re, u internua dhe u dërgua me punë të detyrueshme në Korçov. Ati u lidh me figurat e shquara të atëhershme të nacionalizmit shqiptare dhe mori edukatën kombëtare. Pas mbarimit të luftës së parë botërore, këta vise përsëri u ripushtuan nga hegemonistët serb dhe Shaban Efendiu u kyç në lëvizjen kombëtare shqiptare, konkretisht në organizatën atëhershme, siç thuhet, e muslimanëve të Kosovës dhe të trevave lindore shqiptare dhe të Sanxhakut, Xhemiyet. Si i tillë, ai me qenë se krijoi një famë, ai
mori një funksion në atë kohë në policinë e Kumanovës, u zgjodh ndihmës komandant i policisë Kumanovës, detyrën të cilën ai me vullnet e lëshoi për shkak se pati një mosmarrëveshje me udhëhecit atëhershëm serbomad. Një periudhë ai ngeli pa punë për të punësuar në vitin 1926 në Bashkinë Fetare Islame, ndërsa në vitin 1929 punësohet në gjykatën atëhershme të qarkut të Shqipët si përkthyes nga shqip-serbisht, turqisht-serbisht. Viteve 30 janë vitet më të lëvdishme të Shaban Efendiu, sepse ai së bashku me veprimtarë tjerë të lëvizjes kombëtare shqiptare, si që ishin Remzi Abdullahu, Akshi Sulejmani, pastaj Miftiu i Preshevës, Lutfi Ahmeti, Azem Hoxha, me shumë të tjerë, i priu lëvizjes kombëtare shqiptare, qendrës e cilës në atë kohë ishte në Boja Lihan të Shkupit. Po në këtë periudhë, Shaban Efendiu vendosi lidhje me studentët atëhershëm shqiptar të Preshevës, të Kumanovës, të Gjilanit, të cilët studionin në Universitetin e Beogradit dhe njëkohësisht kishin themeluar organizatën atëhershme studentore Besa. Ndërta duhet veçuar Shaip Mustafën, Abdullah Saqipin, Esad Berishën, Yahya Osmanin e të tjerë, me të cilët Shaban Efendiu mbante kontakte të përhershme dhe ai në çdo mënyrë tentonte që këta studentë të jenë në të ardhmen të prinë lëvizjes tonë kombëtare shqiptare. Shaban Efendiu, po në këtë periudhë, së bashku me adhetarët tjerë, zhvilloi një aktivitet të fuqishëm edhe në pengimin e shpërnguljes së shqiptarëve për në Turqi, nga këto vise për në Turqi. Ai ishte bardh i fushatës atëhershme që zhvilloi si në Kumanov, Preshev, Gjilan, po edhe në Shkup dhe më gjerë. Ai me çdo kush insistonte që shqiptarët të mos i lëshojnë vatrat e tyre, por të ngelin këtu, sepse ky vend është i shqiptarëve dhe duhet ngelet i shqiptarëve. Dhe ishte në shënjestër në atë kohë të pushtetit atëhershëm e gjenuinisë serb. Njëkohësisht, Shaban Efendiu mbante lidhje edhe me anëtarët e Komitetit për mbrojtjen kombëtare të Kosovës, që në atë kohë ishin vendosur në Shkup si me Ferhat Dragën, Kadri Saliun dhe personalitetet tjera të shquara të nacionalizmës shqiptare të asaj kohe. Njëkohësisht, Shaban Efendiu nëpërmjet Akshis Sulejmanit vendos lidhje edhe me diplomatët shqiptarë në Shkup, në Manastir dhe në Beograd. Konkretisht me Recep Stablën, në atë kohë konzull i shqiptarëve, konzull i Shqipërisë në Shkup, dhe nëpërmjet tij ai furnizoi me literaturë në gjuhën shqipe, me abetarën, të cilën pastaj me bashkëpunëtorët e tij në Kumanov, Preshev dhe në Gjilan e shpërndante, shumëzonte dhe e shpërndante, ku një pjesë e prizve fetar, mualimeve fetar të atëhershëm në mejtepet e tyre krijuan shkollat e para private në gjuhën shqipe, ku nxënësit apo talebet që atëhershëm shqiptar mësonin alfabetin e gjuhës shqipe në fal kontributit të madh që dha Shaban Efendiu
dhe figurat tjera të atërshme të shquara të nacionalizmës shqiptare, si që ishin Azem Hoxha, Jashar Hoxha, Mulla Hajdari, Lutfi Ahmeti dhe shumë Mulla Idris Gjilani dhe shumë figurat tjera të nacionalizmës shqiptare. Jemi para një ftënisë së Kumanovës, ndërtesë e cila ka ekzistuar që në periudhat viteve në kohën e Perandorisë Osmane e Këndej. Siç dihet, viteve 30 të shekullit të kaluar, në kuadër të pasisë atërshme fetare islame, apo më mirë thonë, kuadër të ulema mezhlisit të Shkupit, u krijuan krahu opozitar shqiptar. Bartës të këtij krahu gjithsesi se ishte Shaban Efendiu dhe bashkëkohanasit e tij, adhetarët tjerë si Mulla Idris Gjilani, Lutfi Ahmeti, Miftiu i Preshevës, Remzi Abdullahu, Akshi Sulejmani, Abdullah Ebibi, Mulla Hajdari dhe shumë personalitete të shquara, kombëtare dhe fetare shqiptare. Kjo opozitë atërshme shqiptare u krijua për faktin se në atë kohë regjimi apo pushtuesi serbomadh nëpërmjet bashkisë fetare islame dëshironte të zbatoj planet e errta antishqiptare. Ata nuk mundin këto planet të realizojnë me ulemat shqiptar, por andaj në atë kohë sollën një numër të konsiderueshëm të hoxhallarëve nga Bosnia e Hercegovina, të cilët ishin elemente serbomadhe. Shaban Efendiu me shokët e tij në mënyrë të prerë ju kundërvu politikës atërshme të udhëheqësisë së bashkisë fetare islame dhe kërkonte që me bashkinë islame të udhëheqin shqiptarët e jo bosnjakët të ardhur nga Bosnia e Hercegovina. Marrë në përgjithësi aktiviteti i Shaban Efendiut gjatë viteve 1930-1941 ishte tejet i madh. Roli i tij kombëtar dhe fetar nuk ishte vetëm në Kumanov, por edhe në vise tjera shqiptare, si në Preshev, Gjilan, Shkup, Prizren, Manastir, madje Gostivar Teto, sepse kudo ku ai shkonte, ai kishte një mision. Misioni i tij ishte krijimi i vetdijes kombëtare shqiptare të rinia shqiptare. Andaj, ai ishte adhuruesi më i madh i shkollës shqipe dhe jo rastisht ai i frymëzonte studentët atërshëm shqiptar që të vazhdojnë me shkollimin, sepse vetëm në këtë mënyrë ne shqiptarët mund të përballojmë torturave dhe dhunës serbomadhe. Dhe vetëm në këtë mënyrë ne mund të realizojmë planet tona e që ishin për Shaban Efendiun, si dhe për organizatën atërshme BESA, për Komitetin Mbrojtje Kombëtare Kosovës, ishte shërimi dhe bashkimi i këtyre viseve dhe krijimi i shtetit shqiptar, etnik shqiptar. Kapitullimi i mbretërisë jugoslave
prill 1941, Shaban Efendiun e gjeti në detyrë në drejtorinë e Vakëfit të Nishit. Si që pohon në hetuesi, a i brengosur për fatin e shqiptarve, shoj detyrën dhe nga Nishi u nis në kam për në Kumanov. Udhëtimi zgjati gjithsej 4 ditë. Me të ardhën Kumanov, a i takohet me miqt dhe dashamirët e tij, si që ishte Abdullah Veliu, Jakja Osmani, Lutfi Ahmeti e disa të tjerë, me të cilët, si që thekson Shaban Efendiu, kanë shtruar çështjen e shqiptarëve të Kumanovës, të Shkupit, të Preshevës dhe të Gjilanit. Ata të brengosur thellë për fatin e shqiptarëve, sepse tashmon Kumanov ishin vendos pushtuesi fashist bullgar, i cili pati një sjellje të jetë arrogante ndaj popullsisë shqiptare, vendosën që të udhtojnë për Shkup, me qëllim që të marrin një konferencë ku krahas tyre do të marrin pjesë edhe shqiptarët nga Shkupi e Megjër. Sipas dokumenteve të kohës, konferenca që u thirr nga Shaban Efendiu u mbajt me 15 prill të vitit 1941 në lokalet e Buja Lihanit. Ati në konferencë morën pjesë Shaban Efendiu, Shaib Mustafa, Jakja Osmani, Abdullah Veliu, Idris Cërcëri dhe disa të tjerë, ku ushtruan dy çështje. Çështja e parë ishte që themelohet lëvizja kombëtare për bashkimin e Shkupit, Kumanovës, Preshevës, Gjilanit me Shqipërinë, dhe pika e dytë ishte themelimi i delegacionit, një delegacion i cili do të udhtoj për Tiranë që ta përcjell kërkesën e shqiptarëve të Shkupit, të Kumanovës, të Preshevës, të Gjilanit, qeverisë shqiptare, se ata dëshirojnë t'i bashkangjitë Shqipërisë, sepse këta vise jashtë shqiptare dhe nuk guxojnë ngelin jashtë tokave shqiptare. Pas themelimit të lëvizjes, u formua komisioni ku për kryetar të komisionit u zgjodh Shaban Efendiu, ndërsa në komision krahas tij u zgjodhen edhe Abdullah Veliu, Idris Cërcëri. Të nesërmit ata udhtuan për Tetov, ku u takuan me Shaib Kamberin, me njerë pas kësaj udhtuan për Gostivar, gjithashtu këtu u takuan me një veprimtar tjetër të nacionalizmit shqiptare, me Kadri Saliun, dhe pasi murën përqimin edhe këta dy qendra shqiptare, u nisën për në Dibër, ku patën takim me prefektin atëhershëm të Dibrës. Pas saj, me ndihmën e prefektit, ata udhtuan për Tiranë, ku të cilët u pritën nga adhetari atëhershëm shqiptar Fuad Dibra, i cili ishte këshilltar politik i kryeministit atëhershëm Shevket Vërlaci. Në takimin me Fuad Dibrën, sipas asaj çka pohon Shaban Efendiu në procesin gjyqësor, delegacioni shtroi kërkesat e shqiptarëve të cilët kishin ngel jashtë Shqipërisë dhe kërkuan që të mbajnë këta kërkesa të shtrojnë edhe kryeministit Vërlaci. Gjithsej ky delegacion qëndroi në Tiranë 3 ditë, ku në ditën e fundit
patën takim edhe me Shevqet Vërlaci, i cili autorizoi Fuad Dibrën që kërkesat e delegacionit shqiptar t'i merr parasysh vetë Fuad Dibra. Pas 3 ditësh delegacioni u nis, por jo nga Dibra, nga Prizreni, dhe ndërkohë në Shkup, nëpërmjet Shaip Mustafës, Shaip Kamberit, Jakja Osmanit e disa të tjerëve, ishte formuar këshilli për organizimin e demonstratave shqiptare, të cilët do të mbahen me 11 maj të vitit 1941 në Shkup. Ardhja e delegacionit në Shkup, që i printe Shaban Efendiu, minjer pasoi minjer takimet e ndryshme me krerët e ateshëm, kryesisht ishin priz fetar, si Sajt Hoxha, Atullah Efendiu, por ishe edhe Bedri Abazi, Remzi Abdullahu, pastaj një adhetar tjetër Qemal Rustem Begu, përndryshe i biri i Salibeut dhe shumë veprimtar tjerë, dhe vendosën që me 11 maj të organizohen demonstrata mbar kombëtare në Shkup. Për këtë qëllim, ata kishin siguruar një numër të madh të plisave shqiptar, të cilët ishin sjellë nga Prizreni dhe nga Tetova. Siç pohojnë dokumentet atëhershme bullgare, por edhe nga deklaratat që i paraqesin në proceset e tuesisë, si të Shaban Efendiut, të Idris Sërcërit, si dhe shumë veprimtarëve tjerë, thuhet se demonstratat shqiptare u mbajtën me 11 maj të vitit 1941, ku rreth 3.000 shqiptar me plisat bardh nga Bojaliani marshuan Kasqarshia për të vendosë në komandën atëhershme gjermane. Ata gjatë marshimit kërkonin që Shkupi, Kumanova, Presheva, Gjilani, Tetova, Gostivari jenë vise shqiptare, andaj këta duhet të bashkohen Shqipërisë e jo Bullgarisë. Jemi në fshatin Okpaj, ku ka ndodhur disa ngjarje në mbarim të luftës së dytë botërore. Duhet theksuar se në këtë periudhë Kumanova ishte ndarë në 2 pjesë. Fshatrat shqiptare, po siç njëja atëherë në prefektura e Mateqit, që përfshinte rreth 30 zënbanime shqiptare, udhëhiqej nga nën prefektura shqiptare në krye me Abdullah Bibi në Mulladullën e Hoxhës si nën prefekt dhe komandantin atëhershëm legjendar shqiptar Sul Hoxha, ndërsa pjesën e Kumanovës tashmë ishin fut forcat partizane. Këtë periudhë Atlas Koçi, diplomati shqiptar nga Sofia, dërgon një letër Shaban Efendiut ku kërkon nga ai që ndërmjetësoje me Sul Hoxhën, me qëllim që Sul Hoxha për një moment tërhiqet në viset më të sigurta, sepse siç thekson në letër Atlas Koçi, qartë fuqitë e mëdha kanë vendosur që ta vise për momentin të futën forcat komuniste jugoslave dhe që mos dëmtohen
fuqitë nacionaliste shqiptare dhe të mos vi deri te gjakderdhja për momentin Sulhotlja të lëshojë të vise dhe të tërhiqet në vende më të sigurta. Përjedhoi Shaban Efendiu së bashku me Azem Hoxhën udhton për Likov, ku mban takim me Sulhotlën dhe me bashkëpunëtorët e tij. Kjo bisedë ka zgjatë 2 ditë dhe siç thekson Shaban Efendiu në procesin e hetuesisë, më në fund Sulhotla është pajtuar me propozimin e Shaban Efendiut që me disa shok ai të tërhiqet në Bellanoc, ndërsa të gjithë ushtarët tjerë të demobilizohen dhe të kthehen në shtëpitë e tyre. Pas kësaj u futën forcat partizane jugoslave, të cilët prishën marrëveshjen dhe në mënyrë të paskrupull torturuan, masakruan popullsinë shqiptare, vranë qindra civil shqiptar nga Nagushtaku e deri në Lojan. Kjo shkaktoi huti te popullsia shqiptare, e cila në këtë rrethana u tërhoq në shumë vatrat e tyre dhe u vendosën në çatrat e Malësisë së Karadakut. Burimet atërshme jugoslave njoftojnë se gjatë kësaj periudhe nga këto vendbanime janë shpërnguar mbi 10.000 shqiptarë dhe janë vendosur në fshatrat e Malësisë së Karadakut. Kjo tronditi thellë Shaban Efendiun dhe bashkëpunëtorët e tij, siç ishin Azem Hoxha, Mulla Hajdari, Mulla Sadiku e të tjerë, të cilët urgjentisht kërkuan një takim me udhëhecit atërshëm të Frontit Nacional Shqiptar, të shqytur Frontit Nacional Shqiptar të Maqedonisë. Takimi u mbajt në Opaj. Pas një bisede të gjatë dhe pas u pranuar kërkesa e delegacionit shqiptar që i printe Shaban Efendiu që në këtë vise të vendoset brigada e 4 shqiptare, u arrit marrëveshja që popullsia shqiptare të kthehet në vendbanimet e veta dhe se forcat partizane nuk do të marrin më masa ndëshkuese me popullsitë civile. Njëherë pas kësaj u kthye popullsia shqiptare dhe në një farë mënyrë u qetësua situata për faktin se tu tashti një periudhë të gjatë qëndroi brigada e 4 shqiptare. Duhet theksuar se njëherë pas marrimit të luftës ditë botërore, Shaban Efendiu, si njëri i cili kishte autoritet të madh te popullsia shqiptare, u zgjodh si antar i Këshillit të atërshëm popullor të Kumanovës dhe rrethin. Mirë po, meqense se pushteti i atërshëm thojza popullor zhvillonte një politikë diskriminuese ndaj shqiptarëve, në vitin 1946 Shaban Efendiu la detyrën e vet në mënyrë i paknaqur nga politika diskriminuese, ai u tërhoq nga detyra që kishin atë kohë në pushtetin popullor të Kumanovës. Është me interes të theksohet një ngjarje që ndodhi më njëherë pasi Shaban Efendiu u tërhoq nga detyra zyrtare që kishte në atë kohë, një takim që pati pas kësaj me ministrin atërshëm Nexhetagolli. Pas insistimit të Nexhetagollit që Shaban Efendiu pranoi një detyrë në administratën atërshme të qeverisë maqedonase, përkatësisht në Ministrinë për Punë dhe Politikë Sociale, Shaban Efendiu do t'i drejtohet ministrit me fjalët, citoj: "Unë nuk mund ta mashtroj popullin, sepse populli po që se sheh se Shaban Efendiu ka pranuar një detyrë në këtë qeveri, mendon se ka një farë drejtësie.
as çfarë drejtësie ndaj shqiptarëve nuk ka nga kjo qeveri. Prandaj unë nuk mund të pranoj të jem nën punës i kësaj qeverie ku nënçmohet kombi im shqiptar. Barimi citatit. Këto ishin fjalët e Shaban Efendiut që ja dha ministrit atëhershëm me Xhatagolli. Në vitin 1948, ai arrestohet nga shërbimi atëhershëm Maqedonas, UDB. Ndër shkaqet kryesore ishte se, siç thuhet në dokumentet e kohës, arrestimi i tij është bërë për shkak se ka qenë këshilltar i parë politik i Sulhotlës, si dhe i shumë veprimtarëve tjerë të nacionalizmit shqiptar të këtyre viteve. Qëndrimi i tij në punë ka qenë shumë stoik. Ai asnjëherë nuk u pendu për veprimtarinë e tij që ishte kryequt në mbrojtje të interesit të popullit shqiptar. Pas lirimit të burgut nuk u ndërprej aktiviteti i Shaban Efendiut. Ai tashti së bashku me Mullajdarin Roki u angazhua në pengimin e shpërnguljes së shqiptarëve nga këto vise për në Turqi, një projekt i cili kishte filluar në vitin 1953. Edhe këtu me këtë rast mund ta citoj një fjalë të tij dhënë një mikut të tij, i cili në këtë periudhë kishte vendosur të shpërngulet për Turqi. O ju vllazën, ku po shkoni? Ku i lini këta vatrat tona stërgjishore? Nëse ne lejojmë që të shpërngulemi për Turqi, ta vise dhe të banohen me kolona slave. Andaj, është turp për ne që shën vatrat tona dhe lejojmë që këto vise të slavizohen. Ky ishte Shaban Efendiu. Prandaj edhe ndiqej nga shërbimi atëhershëm. Me një dokument të UDB thuhet se një ndër aktivistët më të mëdhej që pengojnë shpërnguljen e shqiptarëve janë pikërisht Shaban Efendiu, Mullajdari nga Kumanova dhe Mulla Garipi dhe Avus Abdullahu nga Tetova, të cilët në mënyrë të prerë kërkojnë dhe insistojnë nga shqiptarët të mos i lëshojnë vatrat e tyre shekullore. Shaban Efendia është një nga adhetarët më të shquar shqiptar të anës Kumanovës, cili veproi me shumë bashkë luftëtar dhe bashkë adhetar të tjerë të kësaj ane para, gjatë dhe pas luftës së dytë botërore. Ai, me qenë se familja e tij, domethënë, ishte e dëbuar dhunshëm nga trojet shqiptare të Nishit dhe Toplicës, ishte brumosur pra në vetë shpirtin e tij, ishte krijuar një shpirt adhedashës, i cili do të sprovoj mëtej në për shumë ngjarje të cilat do të ndodhin në periudhën e mëvonshme. Duke qenë se ishte njëri i shkolluar dhe kishte shërbyer si në punës në për shumë administrata komunale të kohës dhe në kuadër të Bashkisë Islame, ai do të udhtoi shumë, pra, duke filluar prej Kumanovës në Nish, në Prizren, në Podujev, në Shtyp dhe në vende tjera, ku kishte arritur që të krijojë një kulturë të përgjithshme dhe sigurisht që ishte brumosur në të edhe ai aktiviteti dhe rezistenca të cilën do ta bën më pas kundër pushtuesve të ndryshëm të cilët do të parakalojnë në këtë troje. Sa i përket bashkëpunimit të Shaban Efendiut me Sulhotlën, ai me të do të njihet në vitin 1938, pra këtu fillojnë lidhjet e tij të para, kur Sulhotla do të bëhet antar i kuvendit të Bashkisë Islame, përkatësisht të muftinisë Kumanovës. Më pastaj aktiviteti i tyre, pra
mes Sulh Hoxhës dhe Shaban Efendiu do të jetë i vazhdueshëm për gjatë gjithë periudhës së zhvillimeve të luftës dytë botërore. Spikat në këtë drejtim aktiviteti i Shaban Efendiut me instalimin e pushtetit fashist bullgar në këto troje, kur në vitin 42 ai do t'i pri një lëvizje të re e cila do të formohet në Shkup dhe do të quhet Lëvizja për Çlirim dhe Bashkim. Shaban Efendiu, sigurisht edhe në konsultim me Sulh Hoxhën dhe me shumë bashkëdhetar të tjerë, do të vizitojë Tiranën duke shkuar përmes Tetovës, Dibrës dhe atje do të bëj konsulta me kryeministrin e regjencës shqiptare, kuptohet e cila qeveria e përkohshme e cila ishte formuar në atë kohë e kryesuar nga Shefqet Varlaci, domethënë në administrimin italian, dhe do të kërkojë në mënyrë të drejtë për drejtë bashkimin e këtyre troje, pra të Shkupit dhe të Kumanovës me Shqipërinë. Aja që do të informohet lidhur me gjendjen politike e cila mbizotronte dhe do të kthehet po ashtu për Kaprizreni me atë frymëzim për bashkim të këtyre trojeve me shtetin Am. Mirë po, periudha, do me thonë, kjo që pason ishte në sundimin bulgar ishte shumë e vështirë për popullatën shqiptare të anës Kumanovës dhe të Shkupit. Në këtë periudhë, në vitin 41 nga fashizmi, nga fashistët bulgarë, veç tjerash do të arrestohet edhe Sulh Hoxha në Mateç dhe ai më pas do të mund të lirohet vetëm me kushtin i cili do të vihet për reformimin e disa njësive të armatosura policore në këtë anë të cilët do të quhen kontraqeta për ta mbajtur rendin dhe qetësinë në këtë anë. Në një dokument i cili citohet nga hetuesia e Shaban Efendiut, Mullajdar dhe të tjerëve, del një fjali shumë e saktë e Sulh Hoxhës në këtë aspekt, duke thënë se unë këtë pushë thot nuk e mora për të luftuar për fashizmin italian apo Gjermanin, por e mora për të mbrojtur popullatën shqiptare pikërisht nga zullumi i këtij fashizmi. Pastaj, siç dihet, më 8 shtator të vitit 1944 Bullgaria fashiste do të kapitulojë dhe do të tërhiqet nga këto troje. Tani ishin krijuar rrethana të reja dhe Sulh Hoxha bashkë me Shaban Efendiun dhe me bashkëdhetar të tjerë, Mullajdari, Azem Hoxha dhe shumë të tjerë shihnin mundësi, domethënë se si ky territor të bashkohet trungut Am, pra Shqipërisë. Në këtë periudhë krerët e antikomunist, domethënë veprimtarët e kësaj anë shqiptare do të lidhen drejt për drejt me krerët e lidhjes së dytë të Prizrenit dhe sidomos edhe me nënprefektin e Gjilanit Hamit Kruin, nga të cilët do të marrin instruksione direkte për veprimet e mëtejshme në këtë rajon, pra të Karadakut, Kumanovës, Likovës, Shkupit dhe më gjerë. Në këtë periudhë, do me thonë, me sugjerimin e Hamit Krujës, përmes një letre, përmes korrierëve të tij, do të jepet mundësia që Shaban Efendiu të marrë edhe postin e nën prefektit të prefekturës Mateçit, me që dihet që më 9 shtator të vitit 44 në Mateç mbahet një tubim i madh gjithë shqiptar me mbi 2-3 banor, të cilët i kishte mbledhur Sulh Hoxha, dhe aty do të ngritet për herë të parë në këtë anë flamuri kombëtar shqiptar i cili kishte ardhur nga Gjilani dhe nga nën prefekti i saj, siç thash, Hamit Kruja. Mirë po, me që Shaban Efendiu, thash më herët, ishte njeriu i cili shumë kishte ecur dhe i dinte shumë mirë edhe rrethanat politike të cilat mbizotronin në këto hapësira, e njëkohësisht thuhet se ka mbajtur lidhje edhe me Abdullah Krashnicën, e pjesës Preshevës, i cili ishte një nga udhëheqësit e brigadave partizane në atë anë. Dhe sigurisht që kishte një pasqyrë pak më të plotë dhe lidhur me gjendjen e cila mbizotronte në këtë periudhë, po edhe ajo të cilën do të pasonte për shkak të
pranisë dhe interesave sigurisht të fuqive të mëdha të cilat përplaseshin në këto tre valindore të Shqipërisë. Shaban Efendia ishte pra një figurë shumë e rëndësishme në këtë periudhë, jo vetëm se në aspektin politik, me që do me thonë këtu ishte shquar edhe më tepër, kur kemi parasysh edhe lidhjet e shumta të drejtë për drejtë që kishte edhe me qeverinë në Tiranë, me atë në Prizren dhe në vise tjera shqiptare. Mirë po, ai do të shquhet edhe si një arsimdashës shumë i devotshëm. Është për të theksuar se që në vitin 1942 ai bashkë me Mehmet Ali Hoxhën e Elbasanit, me Atlas Koçin, do të ketë lidhje për të filluar, do të thonë që në periudhën e sundimit bullgar këtu, do të fillojë aktivitetin për hapjen e shkollave në gjuhën shqipe. Ishin marrë kontaktet me Tiranën dhe ishin pa edhe mundësit për furnizimin edhe me tekste shkollore. Mirë po, pengesat të cilat i bën pushteti bullgar në atë kohë dhe sigurisht edhe me ndihmën e bashkëpunëtorëve të vetë, nuk do të arrijë që të funksionoj kjo. Mirë po, pas vitit 1945, pra pas përfundimit të luftës së dytë botërore, Shaban Efendiu do të vazhdoj këtë mision të shenjtë kombëtar dhe do të jep një kontribut shumë të madh në arsimimin e gjeneratave të reja, të cilat në këtë periudhë ishin në një nivel të ulët të shkollimit, me që analfabetizmi ishte në përmasa të mëdha dhe të merruese. Ai bashkë me shumë hoxhallar të tjerë, me që në këtë kohë këto prisit fetar ishin njerëzit më të arsimuar të kohës, do të marrin barrën kryesore për zhvillimin e arsimit shqip në këto troje. Pra vlerësojmë se figura historike e Shaban Efendiut është një figurë shumë komplekse dhe e shtrirë në më shumë plane, pra politike, kulturore, arsimore, fetare dhe të tjera. Prandaj është një punë e mirë e cila bëhet kohën e fundit për ndriçimin e këtyre figurave historike. Kishte autoritet. Çfarë autoriteti kishte në të popullsia shqiptare në Karadakut dhe fushgrupen e komandon? Kishte show, kishte autoritet. Pa këto djetarë baj. Djetarë, shkollëvara kone, djetarë. A mos ta shkollë ka pas duke dijme, vetë djetarë kone. Po me Sulhotlën, çfarë lidhje majte me Sulhotlën ai? Pa ma është një fatlidhet të të shkështin ato. Po forte ki ka shku me Sulhotën, po ka pas politikën, qëtër politikë ka pas ki. Ki a konën djetarë a konë ki. Nuk a konën I pushkës vetëm, ka konë i penës. Po djetarë a konën. Ato plete të të vëgjë që Shaban Efendia janë djetarë. Me pleti kam nërë. Djetarë. Po këto është majtë Likov, barim të luftës ditë botërore, një mbledhje, ku ka marrë pjesë Shaban Efendia, Sulhotla, Azem Hoxha. Çfarë qëllimi ka pas ai mbledhje? Po nuk e dime, mund të thëshin që fletë qare që ka nardhen mund në rejës. Tuta ka pas e në një të forcat partizani Jugoslave. Jugoslave, partizana ka në me Qina. Aj ka ardhën. Si sogja moj menë, bita pra menë, ja moj menë në ti. A ma pëse pika ka nuk e di një që basta ka në një shumë i gjatë. E matër mbledhen e ma, kur dhunën matën, a i senimi, a i minja, tha, së në ujdistëm. Të kanal mu ujdistë. Të mbledhja këtu, kush mori pjesë ta, kush ishe? Ti lonë këto për shqiptarëve, kush ishe këtu në mbledhjen, të shpije juj? Kretis. Kush ishin, a ka zë me emna? Shaban Efendia ishe? Po. Tjetër kush ishe? 100% po, unë e kam po, vetë kam. Po?
Shaban Efenia konë Saminjen e kam parë. Sami Shabedini. Po. Sula konën me ka konën nuk e di me grupën e vetë. Po. Sulhodla. A konë qefi jorë. E Shrefi. E Shtrefi. Po. Në shpina ti jam ojtë mlirja. Shpinë e Shrefit. E Shtrefit. Po. A mo shumë mlirë ka pasën. E ne polici ka pasën. As ka i një në nonë, tot një në nonë. A mo shumë. Thë dhe hebe dhe të krisë, dhe të bojnë berat dhe të bojnë berat. Mira më jo. Me të mirë kanë shku. Dhe të morë me vesh. Mësë këtu, mësë erdhën partizantë, ndodhën masakra këtu, vrasje, pre njerëzi, vrarë. Si ndodhi kjo punë? Po, ka di, si mish. Neve në vrarë, që të kanë se kanë vrarë. Likur vështë neve në kanë vrarë. Tonë në kanë vrarë Shtrefin, e ne kanë vrarë Destanin e Norqës. Destan Norqën. Destan Norqën, Shërë, Rajnë ato. Karshi, Shaban e Fenaje se kanë pas pijën kështu. Bila konë të shlerë gjali ati. Qamile ka posemi. Po mi shpina gjikatrijës. Qa shpija shkash. Uja di në shpijën. Ti mësë një të burgosën në burg. Ke konë në burg në Idrizov. Po. E në ti i ke nejtë me Shaban Afinin. Kam nejtë. Po. Kam nejtë. Si, a mund të flash diçka në kujtimet e ti, qka flitë të Shaban Afinia, për shqiptarët, për shkollat, për shpërngullet, për këta, bëj ke muhabet, a bisedoj ke? Po, s'kesi me shpërgull me na, ato nuk dëshim mu shpërgull. Të shpërgullet i ka bon që të kur, se ato që ato shkajnë kona të ato me vrava, nuk është shpërgull ke për këtë. A i nuk ishte për mu shpërgull? A më kuptuar? Po. Sa kom për mu shpërgull? A i se shtë ke menin t'i në me vrava, a i se shtë ke menin? Stalike? Ato që kanë dalë të të hitë për pas këtë që kanë shu? Po pse e burgosën Shaban Afinin, e din? Por shqiptarizë, por balista e në kom këto. Kundra u shimetit janë kom për këto? Kundra komunizmit. Ku e në komunistit janë? A i përgatoni këta gjeli temë në bas të përgatoni një babajor. 3 muj ka në që në gjëzi. Mos i në komunist me hinja, mo ba dhe, shtu Bulgari, shtu Rusi, shtu. E në të mjëdhe që kanë maru, nuk e di. S'kam vetë dhe la. Ta në 3 ishmi në shërbesi. Ma vorë, ne e ke taku Shaban Afinin, ma vorë, ma se ne, a i një po. Qa bisedoj shi? Ma që ka dërbi burgja, pra jam për. Po. Jam për, shumë mere, jo njere. Shumë mere, bine, po ke një ranatë Shpajnë. Shumë e ke t'i shumë, dini po ashe, t'i kun punojke, kush ka bojke. Një ranatë sedha, po ke në Shpajnë, më në kështirë zonë. Ku përshkojnë më Shaban Afinin, përshkojnë të po ashe atë. Mas burgi po të ka dhejune. Po. E në ata ma që ka marrë pi ushtare kam po. Në 57 kam marrë në pi ushtare. Se në shkoha mas shkoha ushtare. Si kesh në burg, dole të në mas që në ushtare. Në fjallë që në që të kalon për shqipje, diçka me to, gjatë takime që ke po. Ja, verri, ki kishtë një gjinda shkarri ke me të vetëm. Po kishtë e plata gjë. Me ko rikaj, me ko u shëshno të ma shumë? Po nuk e di për ki. Në burg, për shemë. Në burg rike me atë selimin tonë ma shumë atë. A që selimin kushtën e ka që me nuk që shkanë shërë. Po. Minë që po. E me dhe qire. Ka pasë një të tohë, s'ka pasë shumë. Po ja ka marrë emrin. Mulla Garipi, më s'ka. Po, Mulla Garipi, po, pasha zotë. Hafez Abdullahin. Mulla Garipi, po, Hafez Abdullahi, po. Ai Emin Roshi. Emin Roshi, po. Emin Roshi. Ka pas përbë, ka pas. Me Gajurin. Po, Gajuri. E në një akoni, një nëson, a i Maronës akon? Azemi. Azem Marona.
Pa i ri po më ke më shumë. Hasan Bilali. Pa i ri po më ke shumë më. A do jetë thonë që më më thej. Moj me këtë bindën me në mua ato. Valla bindën me. A unë nuk e di para mledha konë të në, a dita. Dhe qatë nuk e bërë me. A unë e di që e para konë të në. Kur janë mledhë. Mledhë. Thonë Shaban e Fenia kur ka artë. Kur ka artë Shaban e Fenia. Unë e di që e para mledha konë të në. Pi Kumanovë që u, e në pi shqiptarizë bi krejtë që ka konë, e ne ka pas mledhe në shpenë tonë. E kush erë këtu? Kush erë këtu? Mos e Sulot e erë, kush? Krejtë që konë Sulot, asha ka pas dhe grupë. Dhe që Sulot e për në kuta qeta konë krejtë? Krejtë. Djetari, prajqëm, i meshëm. Për shkollat, u angazhu mi hapë shkollat Shqipe e atëre këtu? Po, kush tip kjo shkollë? Si? Kush tip kjo? Kush tip, mu s'kam këna eq? Një ditë shkollë s'kam shku. S'dika e më të dhe? Kjo një fatë politikë ishte neve me në rëmajtë këto zhënë. Ma në mos metëm, që kemi bo. S'ka thonë zoti. Qatë banë ka përta. Kush e ka pas këtë plan? Ha? Kush e ka pas këtë plan me nga përzon këtu? To, të drugatë. Slavët, ha? Komunistët. Komunisti ka do të rëmeja neve për këto. Slavët. Slavët të qese vetë. Si që i rëmeja gjenë në dvironën, ka shtipi baton, e lanë këtë tokën, kishte shka ka 30 në këto, ka 30 hektar këto, 40. Të i donë shqiptarët, e kanë donë. Ata kanë donë shqiptarët? Shqiptarët e të qëllitë. Ama tonë, 100 shpepi Likova ka shku. Turqi. Bolë ka shku. 100. Shaban e Fenia, shka të i ke? Me shkua, mos me shku? Mos me shku. Nuk ka pa dhe piktire që ka të thonë që me shku. As hosh, as kur që s'ka pas. Se me këto balista që ka konën për shqiptarizëm, bile sa konë mesela i me thonë që ti me shku në Turki. Këtu me ngi. Haram të ka me shku në Turki. Haram. Shka të ka shta që shku në Turki. Unë e kam një vetë. Shka të ka. Ti me zlonë vendi me shku në Turki. Pse a gjesha apo të apë në hadrë me hongër aja? Ja. Ti e pas e njoft para luftës, gjatë luftës, në burg, e Shaban e Fendin. Qa kim të gjupi qirëve, shka por qirë? Ja, nuk kanë folë, për shumë. Mirë shkoshin. Mirë shkoshin në më dhejta, do të shkoshin në apete. Me të urushin, u i se që me jetë ishte shtirë shumë. Bile një ere për shkojmë, për la qojnë me maru e udhë, ata veronën të ballorat e aerodromin. Kur ishin burg? Po. Me jam në kalim me një kamion. A i kamion një madhë. E askert në bojshin. E ajo gjoha janë nalt, ato prolat këto përmonësh, a më një në anë shpas uje në anë. E kus në ka praptu, më në Allah. Blau, në praptuaj. Shaban e Fernaj, që se kesh patla, krejti ka him rena. Besinja kam po pasha zote, ka shkuja kam gjitën. Me që Shaban dhe, as prek, as vrek, as pët. Që si i kam thonë gjallit për po, a diki. Ku prek nuk ka bo. E një vlaj, një kushtin një me the këraj, këraj, shuj besa marë, këshiri Shaban e Fernaj, krejti ka him rena, kjo as brek zman, ti këraj, dhe këraj shnoqën. Na praktoj kamioni lom na boni. A policia kam thajma, këraj. A qiti nalt, na qiti me një pravë, lom na boni. Të në më në më këraj për bulnice, e këshim pas dhe sa. A ma ka hek për asoj më mas, ajo për më duke se jo. A ka më rejt me dy shka. A ti jam konë.
Ma i shpari po të regoj që kër e mërë burë në 2 se kemi ditë ku është. Ne kemi ditë që është i myto. Kër erdhën me në asi me në bastis, me shpijen, me në bo kontrol, atër e burë në vesh që jo në burg. Që e më karë shumë, vërën shumë kom kajtë. E kom vaj dubile. E më burë në vesh që jo, dhe në 3 muaj e majtë në kumanëm shelika në 3 javë. 3 muaj kështetëm, 3 muaj qelika nejtë. Ma 3 muaj veçunë, shkup e gjukun, 6 vjetë e gjukun. E gjukun 2 vjetë i arabë që ka shku në Bugari, me ambasadën e Shqipërinë që o taku. Tëra e 2 vjetë ka shku Shqipëri vëvajme dhe me atë ambasadën njëtin, edhe aty ka bo një takim. Shumë shqiptare lishun Shkupin, Kumanovën, Preshevën, shku në Turqi. Ka folë për kështë në gojke. Atë me ndi prishën mi domestika, mi paku shqiptar mi hek. Mi shumë Turqi, mi paku. Moni të ke vëbaj, mos e lishon një vendin. Jo, po pi zullumit. Pi zullumit, zullumi bëshë. Në atë kohë ka ndodhë një tragedi në Sopot. Shka dhe një? Po, Sopot, si sot o të e majnë, me në kujë sa vlavitem, dhe më koni ri, 16 vjetë, e mburë veç i Sopotit, po jam shoj nesër, pe sulmoj Sopotin. Baba em i shkrujti letër Abdullah Krashnikit. I shkrujti letër, vlavim në atë kohë, rjapru, e automatisht shkoj, sa të mujsh Abdullah, thë ki bile gratë dhe fëmit pështoj. I pështoj, se që ka eme ku është të martu me vogla, gjysës vetë ja kanë mytë, prindja kanë mytë. A e ka dhe këtë në të kjasje, e Abdullah i për ato të ade një motra, ade një vlazni, ade një bi, i qitit e gjerajt. Ka tu një o gjerajt. E baba e mi ka pështu, atë kejta të gratë të bi, baba e mi ka pështu. Po, baba e mi ka pështu, atë kejt. Edhe me Sulotli, kur ka pas kontakt, i ka që letër Sulotlit, i ka thonë Sulo, pëse merë popën në shapë, dorëzoj ardë. Dorëzoj ardë, me shtetin së lufton ti. Kur gjë babem, kur në shtetit ka punë, bilem, kur gjë. Vesh e ka bërët popëllin e vetë. Se për një fjarë, a i burgosin, a i myshin, a i parojshin atë njeri, babem, kur në shtetit, kur gjë s'ka punu. Vesh i ka lyp drejtat. Drejtat i ka lyp babem, po. A ka qenë arsim dashës, a i ka panë shqiptarë shkollon, apo? Po, edhe femrat bile, du një ditë, valdës ka vlavitem, që i bile njëti, du Preshev është ajo, geografinë e ka. Sheva një prindia sa më ka thonë, ani se femrat dur më shkollu si bashkit. Gjithë po një ka thonë, s'ka më shkollu femra shqiptarë, pse mos më shkollu? Po, ka forë. Këtë për të mirë baba e më ka forë, kur gjë për të këtë ka forë. Ishë. A më ndaj po shkrune ju, për juve si ka qenë si prind? Si prind në kom bës felicis bukon, ma prind ma i mirë. Kur, si sa kanar, kur na për shfaqje me shku, na për koncerta me shku, na për kinemaja me shku, sa kanar, kur? Nuk në kanar, veç që dhe ke binakve vlazimi, 2 vlazën i kom binak, meni të kemo atë shkoni, dilni, merni, dilni. Me në vikat, me në marrë me të kesh kur jo, o kon jezu ku mi lejbaj, o kon jezu ku, o kon për parimtaraj. Në gjitha golli jënë korë, bashkë me një burg jënë korë. Burg jënë korë në bashkë. Edhe me feta e fendi në Shkupit, edhe me ato jënë konë burg bashkë, që që në asaj burgit i Lindenska me sa për t'kej Vardarit. Jëmë korë aty një poset jëmë konë. Jëmë konë poset aty jëmë konë. Me në gjitha golli ka pas babajme shumë, më abe shumë kontakt ka pas, shumë, jo pat për shumë. Në gjitha golli i shkonë për parimtar, magistraturin Paris e kish kry. A i kish des bilajim, me qelë fakultete, me qelë shkolla shqiptar me përparu. Shumë kishë punën për shqiptarizmit, me dhe ata golli. Ama e likvidun, po. S'po e dinë bori kur kush që ku e ka. Nuk i ditë bori ati, i ditë. Ato që ka ndikë babajve ka ditë bori ku e ka, ma. Po me të kaldu shumë për parimtar nuk ka pas ku më nëva.
Presheva ka pas ma shumë. O kone të shti shkolla, kjo 55 nëndore ka emrin Ibrahim Qelmendi. Edhe o kone me Shaipi Mustafa, kone me vëvën tem, shumë fotografia kone pas. Shumë. A i që në Amerikë, e pas që për burgosin, a i që në Amerikë. E vjetëja kam duja në shkollës, Ibrahim Qelmendi ati. Për vetë babësem për parimtar Kubanovës ka pas asë një. Vesh baba e bokon, vesh që Varefidia një okon ati. Që ka punu për popull. A baba e ma zemozin, baba e me ka pështu, për burgit. A Misasin, Gjerman kanë desh me e fush, bilajim. Baba e me ka ek, për konopit e ka ek. A Misasin, deputete, për një Misasin. E baba e për konopit e kanë desh, e ka ek. Me apë dhe shari në kërë shumë shua ka me e të rartoj e të në babën tem. Shpioni babës tem bu bo. Gjallin e vetë se la me Allah si, kër e kanë vra, i shildu për kiso Shabani Efendia sen me apështu gjallin. Kiso pëse s'pa shoj një fjallë bu, nëse kom dit. Me pas dit që do pëse amitin e dhe ato e kishtë apështu. E të babajme ka majtë ato. E ka majtë kër ka përru një babajmë 4 vjetë e ka majtë, milajmë. E ka majtë, gjallë e ka majtë. E të shpjeri babëse më baj. A ditë kër ka shku babajmë, blavjem i marri në gjykë, se arroj kur, kër e ka papu dhe e shari në kjosh, ka gajtë me gurpat. Bet fjale babëse më konë Kemal ka thënë, këthe unë venë. Jo se e ki majtë gjallë, ki me të bërë shpioni jotë. Ani thot, ty këthe u thot në venë. Kishë pas që ati me gulpat në gjykë vëlla vje, mi badhi. E që të shua ki me i ngushtër u për shpion, babajme ka bajt me buke, i darbe ka punu shtip 7 vjetë ka punu. Shkup ka punu 4 vjetë, unë e me le me prizren 4 vjetë, manastir 4 vjetë, nish 4 vjetë, to në mas njëshit nuk e pa shku, e morë në burg, to në mas burgit, nuk i rarë dhe ty shka duhet, të u konë asy, u konë edhe me qinë, u konë mërtë. A kje do një fotografi më babës këtu mëse? Babëse? Jo, se kimi. I ka marrë udba krejt. Krejt i ka marrë udba. Vlaznia Bibinak, jo në konë bozil edhe kojshit, 6 herë jo në kryve, shator s'ka krylla, edhe dokumente edhe fotografia ti kanë shu në udhbe. Kër e kanë shu babën te me gjukur shkup, i ka zë Shabane, që tu dokumentet, fotografiat, buku që tu t'i kimi kalë krejt. A ka pas shumë libra? Ka pas, a që ka da libër që ka bleu, kër me rakli ka lezu, njerë sa ka deka i ka lezu. Ka lezu libra, ka lezu gazeta, politikër e ka lezu shumë gazetar. Ata e ka lezu. Edhe ja djekëm dokumentet. Këtë e kalër, edhe i ka kaldu, a i krimineli Kubanovës Udbashi. Cezar Shabani që tu dokumentat, fotografiat, buku që ata kam pru 3 muaj e kimi që, asë njerë buku që kishim në, kita kishim kalë që ati. Cezar që tu i kimi kalë krejt. Ka pas nuk e dim në rinin e ati se kimi ati fotografi mi lajmë. Asë kimi gjyzve, asë bab gjyzve, asë shokve të veta gësha i pas Ibrahimit, asë Abdullah Krasnikit, ati Krasnikit Mirtash, Abdullah Efendis, jo, këtë shok ka pas, shumë shokove, këtë intelektual, shka e më të mëj ka pas, këtë u fotografu me ato. Po, ka pas edhe me Farukin, me Faruk, asë Egjiptit. Mbretin e Egjiptit. Po, o fotografu, Lalushi, o kanë agentar, i kom fotografinë e kishë pas babës tem, edhe ku fotografu baba e me Farukin, kër i shkon, kishë arpi e Egjiptit, e peradën e kishë Kosovar, Farukin. Baba e më kitë Kosovën e kishë jesë me ato, me Farukin, edhe i fotografu. Ato fotografia me të në të Lalushi. Pas shpërnguljes nga Masurica, du me thonë pas presioneve të mbretnisë sërbe, familja ime do të shpërngull pikrish në këtë shtëpi, ku dhe u lindë Shaban Efendiu dhe 5 breza pas ti, du me thonë,
u lindëm dhe jetuam këtu. Shaban Efendiu tashmë është edhe pjesë e historisë, duke i falënderu historianëve. Tashmë është i përgatitëm edhe libri, monografia për veprën dhe jetën e Shaban Efendiut. Shumë prej bashkohanikëve, bashkëveprimtarëve të tij, na kanë përcjell, domethënë në rastet vendimtare, kur është dashur mirë do një vendim i rëndësishëm, Shaban Efendiu çdo herë ka përmend, do thotë se do të bën vepra me të cilat pasardhësit e tij do të krenohen. Andaj me plot bindje dhe me gojen plot e themi se jemi krenar që e patëm si gjysh, edhe ne si pasardhës të tij jemi munduar të vazhdojmë rrugën e tij. Nga ai e mësuam atë dashurinë dhe fenë, dashurinë ndaj miqve dhe bashkëveprimtarëve. Andaj, masi mu dha rastin emër të familjes falenderoj Radio Televizion në Maqedonisë, programin në gjuhën shqipe, që gjetën kohë ta bëjnë këtë emision, këtë dokumentar, mjaft rëndësishëm, do të thotë që të tregohet vazhdimësia e veprimtarëve të shqiptarëve të kësaj ane, me thonë një vazhd e veprimtarëve dhe veprimtari shumë të rëndësishme të popullit shqiptar në përgjithësi.